Miq dashur, siç ju premtuam dhe e realizuam. Ora e saktë shënon 9:36 minuta. Tani do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë nga qyteti i Uskanës, emrin e vjetër Uskana, sepse bëhet fjalë edhe për një festival që po mbahet atje, Uskana Fest. Festivali, unë do doja të jap është edicioni 5 i festivalit teatror, dhe ti si shte pse mbahet tani në teatr, sepse realisht për gjithë teatrove i kanë kushtet më të mira, është halla më e ngrohtë dhe kishte unë mbrëm isha me teatrin shqiptar atje, morëm pjesë me shfaqje. Unë do doja të jap informacione për gjithë ata të cilët nuk kanë mundësi që të ndjekin shfaqjet të cilët ishin, por kanë mundësi të ndjekin edhe këto 2 ditë edhe 2 shfaqje. Natën e parë me datë 10 që ka filluar festivali ka qenë shfaqja nga Teatri Tetovës në përballje me vdekjen, autor August Strindberg dhe William Shakespeare, që e kemi patur afërditën këtu që na shpjegoi këtë binomin e çuditshëm të 2 autorëve gjigant. Mbrëmë ishte Teatri Shqiptar Shkupi të Resha apo të mos reshë. Sot pritet të jetë shfaqja nga Teatri Kumanovës, Lojrat e harruara të autor dhe regjin nga Ibër Dehari. Sonte po ashtu do të kemi në një shfaqje maqedone, më duket, Gospodin Kolpert, autor David Gizelman, regjia Mihail Petrevski, dhe natën e fundit me datë 13, ditën e shtunë, pra të nesër, do të mbyllet dhe festivali me shfaqjen nga Teatri Kosivarit, Cilindri në autor Eduardo De Filippo dhe regjia e afërdita Nuhit, të cilën e kemi tashmë në lidhje këtu, e cila besoj që do të na informojë në lidhje me festivali se si shkon festivali, si ecën bardhavajtja e të tjera. A më hupi lidhja, si ka mundësi? E kemi, duhet ta kemi afërditën tani. Afërdita, mirëmëngjesi. 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 Ne jemi mësuar gjithmonë të shikojmë këtu afër, të diskutojmë, të flasim, por sot nuk kemi mundësi që të kemi këtu në studio, por arsye se në ora 12 keni një pres konferencë dhe ishte e pamundur fizikisht që të jesh këtu. Por për gjëra të bukura, do më të mungon sot në studio. Unë do doja shpejt, shkurtimisht, afërdita, unë sapo e prezantova edhe programin që ka qenë nga dita e parë deri nesër, që do të jetë edhe shfaqja e fundit, që do ta bëri edhe mbylljen e festivalit. Më thuaj, karakteri i festivalit, garues apo jo? Po, është garues. Çfarë çmime ka afërdita? Ka vetëm një çmim. Domethënë për shkak të buxhetit, se e qartë. Domethënë e dini që nuk ka. Për buxhetin do flasim pas pak, po më thuaj vetëm përgjigju. Ka një çmim. Dhe çmimi është shfaqja më e mirë. Shfaqja më e mirë, shumë mirë. Afërdita, më thuaj, pse këtë vit, 2025-ën, kemi thjesht 4-5 shfaqje në festival? Tani do kthehemi te buxheti ashtu. Çfarë po ndodhen me buxhetin, Afërdita, më thuaj? Keni konkurruar me sigurisht me di shumë ato që e meritoni çdo festival. Pse gjithmonë na cenzurohen buxhetet në aplikimet tona? Përse? Dhe cili është justifikimi i tyre? E din çka, unë të them drejtën kështu. Nuk është se ne kur konkurrojmë marrim edhe ose kërkojmë dhe një çmim marramendës, më kupton? Gjithmonë simbolik jemi. Mendoj që është solide edhe mendoj për një festival që neve na duhet, është i mjaftueshëm. Por që si zakonisht, domethënë institucionet thjesht e kpusin atje në gjys, po e bëjnë trigmitma, e ta lëshojmë ty pjesën e parë që është qesharake, është e kupton? E qartë. Tash nuk dua të them që ose të qajmë, se më mirë pak se ta hiq, por që mendoj që tash më ka hyrë në një karakter fyes, më kupton, sepse këtë ditë është viti i 5 edhe ne kemi jubileun e Uskana Festit, edhe besoj që është dashur ta kem parasysh, më kupton? E qartë. Unë jam i shqetësuar, unë jam i prekur nga mënyra se si po i financon Ministria e Kulturës, po. Unë jam shumë i shqetësuar nga kjo. Ne me festivalin, domethënë kemi shpresuar që nga viti në vit të rritemi, më kupton? Jo të shkojmë më poshtë se sa që kemi qenë. Po. Edhe kjo është. Kjo është shumë shqetësuese. Për gjithë ata që nuk e dinë, festivali kërkon shumë. Domethënë shumë menaxhim, shumë pare, sepse normal vinë trupat, ne edhe brenda Maqedonisë jemi, domethënë nuk kemi më mundësi sepse kemi pru ka njëherë shfaqje edhe nga Kosova. Po kupton? Tash mos kemi mundësi, vinë vetëm brenda Maqedonisë, edhe ti kështu s'mundesh ta arrish festivalin, po ti e din drejtën për shembull që je brenda teatrit e ke prek vetë këtë, që
do të thënë se cilat rrugë ka shumë harximet e veta, është rruga, është akomodimi, janë ushqimet, është skenografia, do të thënë transporti. Afrodita, unë do doja një pyetje vetëm të më dëgjosh. Edhe kam diskutuar në emision. A do ishte më mirë që të gjithë drejtorët e festivaleve, të gjithë aplikuesit për të kriju shfaqje, momentin që aplikojmë në Ministrinë e Kulturës, me informacionin që e dim se sa mund nga kushton një shfaqje, dhe kur miratohet buxheti asaj shfaqjes, të lutem, kur miratohet buxheti asaj shfaqje, asnjëherë nuk e kalon gjysmën e buxhetit që ti kërkon, por kalon në një çerek. A është koha që një herë për gjithmonë të mobilizohemi të gjithë dhe të refuzojmë projektet? Po, unë edhe e kam diskutu ka njëherë, sepse mendoj që nëse ne jemi shumë afat shkurtër në tru si qenje, kupton, edhe harrojmë shumë shpejt se qa ka ndodhur ose se si kemi kalu. Më kupton edhe hajde vetëm ta bëjmë, se hajde mos ta lejmë, se është ka njëherë futet edhe inati aty. Më kupton, edhe këtë vit ta hipi edhe inati se na vinte inat që ta ndërpresim. A kemi jubile, më kupton? Edhe nëse ne krejt qohemi, bojkotojmë festivalin, olet lëshojnë shuma, si ka hije, si i themi? Po. Afrodita? Pajtohem. Ne të mos si lëshojnë fare, më kupton? Shumë në Por rregull. që tu ka një të qka, se ka njerë futet edhe politika në mes, edhe në një festival merë shumë lek, edhe ajo nuk kapë se del në bojkot. Më kupton se ajo është në rregull. Po, por... Edhe kjo është. A duhet njëri përgjithmonë që të di Ministria e Kulturës, sepse jemi ambasador të një vendi që nuk bëjmë tregti, po thjesht po bëjmë kulturë. Dhe është koha që njëri përgjithmonë mos shndrohemi në lypsar, sepse Ministria e Kulturës, për shembull, financon me një buxhet shumë simbolik nga ajo kërkesa reale që duhet financohet, dhe ne detyrohemi të bëhemi lypsar në për qytet, në për sponsorë të ndryshëm, por të bërë mbarvajtja. A duhet njëri përgjithmonë të ndërpritet kjo lypsarllëku, të themi? Po sigurisht që po dritro, sepse ne nuk është se u kërkojmë pare për të bërë shtëpia, më kupton? Absolutisht. Ne kërkojmë pare të bëjmë diçka të devotshme, edhe fundja është në të mirën e gjithë popullit, të gjithë njerëzve, më kupton, qytetarëve sidomos. Për një qytet si jemi ne, që nuk kemi asgjë, domethënë kemi as teatr, kemi as kinema, asgjë që ka të bëjë me kulturën, është një ngjarje në vit që bëhet, më kupton, edhe ti edhe atë bojkoton me një fjalë. Edhe normal që duhet ndërpritet. Si janë kushtet momentalisht, do me thënë, sepse përmendëm me dritrojnë që shumë nga festivalet janë mbajtur në tetor, pasi që kushtet nuk janë, si të them, përshtatur me sezonin kur ato mbanë. Mirë, po tani si janë, çfarë mungon më shumë? Përveç financave. Përveç financave, që janë pak të rëndësishme. Nga faktorët e jashtëm që ne i shohim, kemi një kohë shumë super të mirë, sa e mirë është atë që dhe e keqe, normalisht, por që nuk është edhe atë shtot, por që neve i kemi mirë kushtet janë të mira. Mirësisht, sepse kemi ngrohtë, kemi nxemje, tash ndoshta nuk është ajo perfektja, si në teatrin shqiptar që ti futesh edhe i nxehtit bie shumë, por që domethënë është mirë. Pastaj kanë palatet e kulturës nuk janë të parapame për shfaqje teatrale, janë shumë ndaja, janë salla konferenciale edhe sigurisht që të fry prej diku, normalisht, por që është okej, domethënë ne nuk ashtu jemi të mësuar të na fryen nga gjitha anët. Afrodita, interesimi nga publiku si ka qenë këtë vit? Si po shkon në fakt? Goxha shumë. Mbron ishim sallën e stërmbushur, ka patur, nuk e di, salla sa zën, 400 vende, a? Kam përshtypjen, të them drejtën, unë me numrat i harroj shumë, nuk e di pse e kam këtë mani. Nuk e di sa kam përshtypjen që kam më shumë se 400, po mos më ndini për fjalë. Por ma pak nuk janë. Unë si do doja, si kemi pas edicionin e parë, të dytin, nuk është, por kjo ndoshta nuk është si shkak i publikut, ndoshta është si shkak i neve, por që nuk është edhe shkak i neve, është faktori jashtëm, sepse ti nuk mundesh mbushi sallën me 2 ditë reklame, kupton? Se ti ke prit deri ditën e fundit që të ta provohet diçka për ta filluar, kupton? Çfarë do bësh më pak?
Do më thënë, arti vazhdon të qëndrojnë në ankth deri në ditën e fundit. Do në bëhet apo ja. Afrodita, nuk di çfarë të them më shumë. Tash të rrim të qajmë halle, fillon një ditë, kështu që t'i lëm hallet, le të ketë jetë gjatë festivali, le të shkoj, urojmë që vitet e ardhshme të bëhet ashtu siç keni dëshirë. Ta shijoni edhe vazhdimsinë e saj, të keni edhe shumë suksese të tjera. Unë jam e bindur që me vullnetin e duhur do të mbijeton edhe shumë vite ky festival. Turojmë. Do Zoti. Do Zoti që po, por edhe nëse mobilizohemi ne në përgjithësi komplet komuniteti, duhet ndërmarrë sigurisht disa që në mos vitin e ardhshëm, po pas një 2027 do bëhem ashtu siç mund të jetë kërkesa ose zhurma e madhe që mund ta krijojnë në të gjithë artistët. Dëgjoj, inshallah nuk sodnoj në kohë, do të them vetëm edhe diçka. Po të lutem. Neve si popull mendoj se jemi shqiptarët, në përgjithë botën, njihemi si njerëzit më punëtor që ekzistojnë. Mendoj ju, nuk e di, ndoshta ka atje, po kështu na thonë. Por që kur është, derisa nisim, ne kemi problem shumë të madh. Do me thënë, ne rrim në heshje, neve duhet na nxisi dikush aq mirë sa që të qohemi edhe të fillojmë të bëjmë diçka. Derisa të na vijë ajo nxitje, ne do të bëjmë shumë. E qartë. Faleminderit shumë, Afrodita. Afrodita, faleminderit shumë për kërkoj ndjes që pak herët ju zgjuam, por e di që keni obligime tjera, keni një shfaqje tani në orën 12 e keni, dhe keni në orën 8 një shfaqje tjetër. Të gjithë ata që po na ndjekin për momentin nga Kërçova, nga Gostivari, nga Tetova dhe kanë sot ditë të lirë, mund ta vizitoni edhe festivalin, i cili me shfaqjet e ndryshme dhe me plan programet e ndryshme që kanë organizuar për këtë vit, do të kënaqeni dhe do të shijoni. Do të shkrihen. Dhe mbi të gjitha do ta keni ngrohtë në sallë. Sigurisht. Kjo është më e rëndësishme. Afrodita, faleminderit shumë edhe një herë. Jetë të gjatë festivalit edhe suksese gjithmonë. Faleminderit ju. Suksese. Faleminderit shumë. Mirupafshim.